erdhi momenti që të marr unë çajin tim të zakonshëm të mbasdites. Gjithashtu ky çaj ju ndihmon që të eliminoni centimetrat në zonën e barkut të koshëve dhe të krahëve, gjithashtu ndihmon në eliminimin e lëngjeve të tepërta nga trupi, ndihmon në reduktimin e celulitit dhe gjithashtu personat të cilat vuajnë nga këmbët e enjtur apo këmbët e fryera që kanë dhimbje, ky çaj ju ndihmon shumë sepse është i përbërë me 8 shije e çajrash. Unë e kam marrë me çaj mix, kemi me çaj limon dhe çaj pjeshk. E zgjidhni në shijen që ju dëshironi. Mund ta përgatisni në një gotë me ujë apo në një shishe të tillë me 4-5 lugë të tilla, ndërsa unë ke gota kam hedhë vetëm 2 lugë të vogla dhe këtë e konsumoni direkt kur e përgatisni, ndërsa tjetrin nëse e përgatisni tek një shishe me 1 litër ujë, mund ta mbani në frigorifer, sidomos të kohë që është shumë nxehtë dhe e pini të freskët gati. Rekomandohet që të merret gjatë gjithë ditës, nuk është mirë që gjatë ditës të përdorni pije me gaze që ju shkaktojnë dhimbje tek stomaku, por e merrni këtë çajin dhe ndjeni më të lehtë, më të mirë me trupin tuaj dhe ju ndihmon në të gjitha problemet që unë i përsërita më sipër. Nëse edhe ju keni këto probleme që unë i përsërita, më shkruani të bëjmë një konsultë së bashku dhe të merrni produktin ideal për ju që t'ju ndihmojë në problemin që keni.